Detajet të reja tronditse kanë dalë në dritë nga operacioni policisë në Orosh të Fusharzit, ku prej 2 muaj shndronin të fshehur 2 ekstremistët, Erzen Uka dhe Julian Cumraku, të streuar në një kull 2 katëshe prej Guri, mes maleve të Pukës. 2 të dyshuarit dyshohet se po përgatisnin një sulm terrorist bazuar në prirjet e tyre radikaliste dhe arsenalit të gjetur në banesë. Gazetarët e Replik.al kanë hyrë në streun ku Uka dhe Cumraku qëndronin të ngujuar. Brenda kullës u gjet një tuneli nëndheshëm, ndërsa dhomat ishin të zbrazta, me vetëm disa orendi të vjetra dhe ushqime të pakta, si kroasant dhe makarona. Banorët e zonës, e cila është me popullsi katolike, pohuan jashtë kamerës se kishin parë vetëm tym në Oxhak, por nuk kishin dieni për identitetin e personave që fshiheshin aty. Lëvizjet e tyre ishin të ralla dhe kryesisht drejt xhamisë së fshatit Fshinj, çka ka ngritur dyshime për radikalizëm të thelluar. Policia po verifikon një pistë të re tepër të rëndësishme, praninë e një gruaje që është parë disa herë duke hyrë dhe duke dalë nga banesa. Dyshohet se Uka dhe Cumraku mund ta kenë përdorur atë, si dhe një tjetër grua, në marrëdhënie jashtëmartesore dhe lëvizje të fshehta në zonë. Njëra prej tyre është identifikuar pasi është parë së fundmi me pantallona kamuflazhi ushtarake. Roli i saj në aktivitetin e 2 ekstremistëve është në netim. Kontrolli i kryer pas dorëzimit të tyre zbuloi një arsenal të plot luftarak që përforcon dyshimet për përgatitjen e një akti të rëndë, 4 arma automatike, një pistolet, 17 granata dore defensive, 2000 fishek, kapsolla detonatore elektrike, fitil zjarrpërcjellës dhe disa gëzhoja. Në mur mes armëve, policia gjeti të vendosur flamurin e organizatës terroriste ISIS, një element kyç që e orienton hetimin drejt terrorizmit të organizuar. Në katin e 2 të banesës, u gjetën 2 shek të vendosur si krevat dopio, duke sugjeruar se aty mund të kenë qëndruar edhe persona të tjerë.